Shyhret e Beluli dhe shkurt e Fejza pajtohen. Njihuni me shtëpinë e madhe që i bëri bashkë. Një pamje e rrallë që ka ngjallur interes të madh në publik. Shyhret e Beluli dhe shkurt e Fejza, dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës popullore shqiptare, janë parë sot në të njëjtin vend. Pas shumë vitesh ftohje të njohur publike. Ngjarja ka ndodhur në Mushtisht me rastin e përurimit të shtëpisë së kulturës Afërdita, në praninë e kryetarit të komunës së Suharekës, Bali Muharemaj, si dhe të këngëtares tjetër të njohur nga i njëjti fshat, Remzia Osmani. Shyhret edhe shkurta ndodheshin shumë pranë njëra tjetrës gjatë prerjes simbolike të Shiritit, por pas një shenjë komunikimi mes tyre, as përqafim, as përshëndetje. Thjesht heshtje e ftohtë, por një prani që vetvetiu bëri më shumë zhurmë se çdo fjalë. Çfarë ka ndodhur mes tyre? Përplasja mes tyre është aluduar për më shumë se një dekadë, por nuk është mohuar asnjëherë plotësisht. Në vitin 2014, shkurt e Fejza e pyetur nëse kishte ndonjë raport me Shyhreten. Ajo zgjodhi të mos komentonte në për intervista. Nga ana tjetër, Shyhret e Beluli është shprehur disa herë se ka pasur kolege me të cilat nuk kemi pasur marrëdhënie të ngushta. Por kjo nuk do të thotë se ka ndonjë armiqësi. Thjesht rrugët ndahen. Burimet e afërta me industrinë kanë përfolur për një ftohje që lidhet me përplasjet për organizime koncertesh dhe rivalitete artistike. Por asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga palë. Sido që të jetë e vërteta, ajo që ndodhi sot në Mushtisht është një moment i shënuar për muzikën popullore e showbizin. Dy bilbila të artë në të njëjtin vend. Pas kaq shumë vitesh largësi. Ndoshta nuk ishte pajtim, por ishte një fillim në heshtje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.